Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. Sot Vibe-in do ta nisim shumë ndryshe. Kam dy të ftuar shumë interesant, Abi dhe Helios. Përshëndetje. Hello. Jeni mirë. Ju besoj ju njohin, po për të gjithë ato që nuk i njohin, ju jeni dy ish konkurrencë të përputhenit, po. Dhe lajmi më i bukur është se keni qenë më të veçlit. Po. E vërtet. Në historinë e përputhenit. Përpara se të bëj pyetjet kush ishte vajza e preferuar, a u dashuruat, a s'u dashuruat, e të tjerë me radhë, dua të bëj një pyetje për të dy juve. Cili indi idea për të futur në përputhen? Po tash filloi historia se unë njihja Megi nga një vend pune që punoja më përpara. Edhe ka ardhur disa herë te ai vendi punës edhe unë bëja muhabet për herë, kam kap një foto, kështu pastaj i shkruajta unë Megit pas ca muajsh për punë. Desha të punoja me Megin, asistent çdo lloj gjëja, kishte një vend pune Megit, punoja unë. Edhe i shkruajta unë një mesazh në Instagram, një DM, kështu që po kërkoja thjesht një punë. Ishte thjesht një bazditë. E shkruajtëm bashkë, se unë nuk e dija si më shkruajt një mesazh të mirë, shkruajtëm bashkë dhe thamë ti ja çojmë, okay. Ja çova unë, po më shkruajti pastaj Megi që unë kam një propozim tjetër, hajde te Top Channel, i tha. Ika unë te Top Channel dhe folëm atëherë, më tha hajde te përputhen. Unë s'dija fare ç'ishte përputheni, nuk shifja fare televizor. Edhe pastaj i thash qa është, e pyeta a mua ty të vëni, më thash dating show, i thash okay po futem. I thash më tha pastaj okay shumë mirë, do flasim pastaj për me vazhdim. Pastaj i thash a mund të marrëni shokun tim se do mërzitem vetëm aty. Edhe më tha okay mirë. Edhe pastaj ikëm me Heliusin edhe folëm pastaj edhe u futëm. Neve na tha Megi që domethënë kishin dëshirë edhe kishin si qef që të merrnin ca persona që sillen një frym ndryshe nga the same millennials që vinin vit për vit çdo sezon në përputhen. Se ishte cringe. Po, deri sezonin fundit ishte cringe. Po, edhe kjo ishte një nga faktorët që na si themi na mbushin mendjen që ne të pranonim të shkonim te përputheni. Sa vjeç ishit juve? Unë isha 19, edhe unë isha 18. Mirë se ju kap ligji ashtu. Po. Kishte më i vogël aty. Kush për ju që kishte më seriozisht idenë për të gjetur një lidhje dhe për të pas një lidhje? Do jem like kështu 100%, ne nuk ishim kaq serioz që ne do gjenim një lidhje aty. Nuk e mendonim fare, po ne po themi me veten tonë që po e gjetëm shumë mirë, po ne dinim që në përputhen nuk do e gjenim. Po, kjo ishte marrëveshja që po na erdhi, po që ta bëjmë përsu nuk e Po se si 19 vjeç, unë nuk mendoj se do e gjej të dashurin tim në përputhen, është se di, ne edhe kemi, kur u futëm fillim fare, pyetëm për gjithë sa vjeç ishin gocat, si ishte asnjë të njëjtën moshë me ne. Ishte më e vogla, ose të paktën afër me ne. Po, më e vogla ishte 21 aty. Që unë pastaj përfundova që dola në një takim, pastaj Aleksandra ishte 21 vjeç edhe me atë dola pastaj unë. Zgjodhi mu nga unë Helius edhe ishte një çun tjetër që ishte me ne në takim, zgjodhi një nga ne dy. Si u ndjeve ti? Që më zgjodhi. Po, edhe unë desha të dilja me takim atë ta njoja më shumë se ishte më e vogla. Po, fundari nuk punoj, nuk vazhdoj të takim. Pse? Ajo më tha ti ju s'keni se ne u futëm bashkë në një takim, po më tha për mua që s'kemi ndonjë experience shumë të madhe, ajo donte një çun me experience më shumë, edhe donte një çun që dinte të silleshte në një lidhje. Se di, kështu Ajo mendonte që ne nuk mund t'ja plotësonim dot ato kriteret që kishte të një mashkulli që jo po kishte donte një mashkull me eksperiencë që t'ishte serioz edhe të dinte si ta trajtonte dhe si të sillej me një femër dhe mendonte që prej moshës, prej numrit që shifte, mendonte që ne nuk e kishim. Ajo do si temë diskutimi ka ardhur edhe në emision kjo fakti që prej numrit të moshës që kishim në kartë identiteti nuk mendonin që ne i kishim mundësi. Ju me këtë që po thoni, më le të nënkuptoj që mendoni se mosha është thjesht një numër. Jo. Unë ashtu mendoj. Mosha është thjesht një numër, po, sepse një çun 19 vjeç mund të plotësoj çdo lloj kriter tjetër që ka një çun 28 vjeç edhe 30 vjeç. Po, në këtë rast po. Si për shembull çdo gjë në një lidhje. Përveç për shembull
of course eksperienca që ai mund të di një gjë më shumë, po edhe unë mund të bëj atë që bën edhe ai. Abi do të thotë që nevojat e një vajze në lidhje, në një relationship nuk janë përmbush mosha, po ja përmbush personaliteti dhe se si, do të thënë, sjellja e çunit, jo mosha. Çfarë prisnit nga kjo eksperiencë? Dhe çfarë ka ndryshuar tek ju nga momenti që jeni fut në përputhjen dhe tani keni dalë? Çfarë ka ndryshuar? Kjo është pyetje e bukur. I don't think që na ka pyetur dikush se... Jo, unë mendoj, po, është shumë pyetje e bukur, po unë mendoj se na ka ndryshuar gjithë jeta. Se ne nga një të pa njohur fare, tashi na shohin rrugë për foto, për na flasin, jo po abi, për puthen, na njohin gjithë. Domethënë e gjithë direction i jetës tonë ka lëviz, ka ikë në një vend tjetër. Edhe unë filloja më kam para se sa të futeshem për puthen, isha në një Instagramin tim, TikTokun tim që filloja unë bëja video kështu nxirja, edhe isha okay me këtë gjë, unë prandaj u futa edhe në përputhen, merr edhe çik fam. Edhe mendoj se e plotësova atë gjën. E ke marrë famën që të Po, mendoj se po akoma kam po mendoj për shkallë edhe më lart. Po ti Helios. Unë të them drejtën isha thjesht i lumtur për të qenë aty. Doja që ta shijoja në një qëllim që të thush si Abi që të merja fam, do më thënë, numër 1 nuk e kisha, obviously që do ishte qef, do ishte një gjë e mirë, po që thush kam vajtur për atë lloj qëllimi nuk e kam bërë. Unë thjesht kam qenë happy to be there, edhe kam qenë me shokun tim, siç do dinim çdo mbasditë atë verë, që do dinim për kafe ose për xhiro whatever që do bërim galla dhe shef e kemi bërë atje, kështu që për mua nuk është se ishte kështu. Ishte shumë eksperiencë e bukur. Si do ta përshkruani këtë eksperiencë me një fjalë? Fakti që kemi qenë bashk, do të thënë ne atje, duke kur bënim xhirimet edhe kur takonim njerëzit të rinj, për ne ka qenë, sa them, nuk ishte pengesë, nuk ishte e vështirësi për ne. Do të thënë ne kaluam me lehtësi, me gallata, siç do kalonim çdo ditë që do ta kalim. Sigur po dalim kështu normalisht, sigur po dalim në një hangout për shembull. Si ishte kaq e vështirë që ne të themi ka qenë shumë ndryshe nga jeta jonë. Impresion ose kështu jo. Se ne ishim dhe mësuar me kamerat më përpara se unë dal live në Twitch, edhe ishim mësuar me këto kamerat edhe mikrofonat edhe kështu gjëra, nuk është se kishim shumë presion ose angst këto gjë, ishim okay. Ju më thatë se nuk ishit gati për një lidhje dhe nuk mund të gjeni dashurinë e jetës në përputhen. Sa ju ndihmoi përputhen në lidhje me femrat pasi dalët? Mu për vete e bëri më të vështirë. Pse? Sepse tashi kam pas sa raste që kanë ardhur për shembull gocët më kanë thënë ne të kemi panë përputhen, edhe më kanë gjyku për atë gjën që kanë panë përputhen, po unë jam komplet njëri tjetër. Kam qenë komplet njëri tjetër aty në përputhen se është kamera, du të kesh çik content aty, du të kesh çik du të jesh si ndryshe, por kur jam me një gocë që dalin vetëm për shembull privat, jam ndryshe nga atë që bëj aty. Edhe jam Çfarë bën ndryshe? Po ndryshe tash është jem privat, nuk është se kam siklet. Po aty kam kamerën, duhet mendoj edhe për ato që po më shohin, edhe për gocën që kam anash. Abi do të jetë entertaining kur është në kamera, kurse kur është jashtë kamerave mund të jetë pak më jam e fokusuar veç, edhe është më i rrjedhshëm edhe kështu. Si ka ndryshuar marrëdhënia me femrat nga dalja e përputhen? Atëherë unë mendoj që çdo njeri ka bukurinë, specialitetin, veçantat e veta, edhe të gjithë njerëzit, domethënë mund të gjejnë personin e tyre kudo në jetë. Thjesht mendoj që fakti që ne dolëm në kamera, që bënim edhe video në për rrjetet sociale tona që sollëm pak më shumë traction dhe vëmendje, thjesht bëri që ne të dinim në më shumë sy se sa average, se sa në mesatarisht. Edhe kjo mos gënjej kot ka ndihmuar. Domethënë Abi e ka vështirësuar marrëdhënien me femrat, dalja. Jo, në këtë aspekt unë jam dakord që më kam pa shumë vete se unë i dal për shembull në For You page i dal në televizor, jam okay në këtë, jam dakord shumë mirë që. Unë them në marrëdhënie me femrat, se ajo më intereson mua. Jo, unë thash atë.
Çfarë doni të gjenit tek një vajzë në atë periudhë kur ishit në përputhjen dhe kush ishte vajza që erdhët me synime të qarta? Atëre kur bënim muhabete me Abin, që bënim para se të shkonim që të fillonin xhirimet, po mendonim scenario se si mund të dilte, si mund të ishin xhirimet, si mund të ishte përputhjeni, sepse ne nuk I kishim para as konkurrentet, as ashtu. Edhe si qëllim, si një mendim që kishim që ne prisnim ishte që të vinin vajza pak a shumë që ishin të reja. Edhe që mund të bënin, let's say, the same, mund të ndanim të njëjtin proces mendimi, të njëjta gjëra që mund të pëlqenim, maybe the same music, ndoshta ndonjë hobi që mund ta kishim të ngjashëm edhe që ne të ndanim diçka me ata. Edhe kur vajtëm, vurëm re që s'ka. Nuk ishte. Po. Edhe Po kështu nga fiziku, cila ishte vajza që u pëlqente më shumë në pamje të parë? Ata bëjmë kështu të themi nga për shembull më e bukura në periudhën tonë apo në gjithë sezonin? Kur ne ishim apo të gjithë sezonin? Po prit, janë shumë tani. As nuk I mbajmë të gjithë. Janë shtuar çik. Po. Po kur vajtëm, do e them të që nuk është se vumre ndonjë gocë që na e mbushte syrin. Kur vajtëm. Pastaj erdhi Ina, që u fot edhe në Big Brother, pastaj Ina deri nuk e di anjef, po ajo ishte shumë e bukur. Stelina shumë e bukur. Po. Kush tjetër ka qenë aty? Stelina ne kemi shumë xham edhe. Po. E përshëndesim. E përshëndesim. Dania është edhe aty, Dania është e bukur. Kush tjetër? Kash mendoj se janë këto më të bukurat që kanë qenë aty te emisioni. A bëmë ndonjë gjë, ndonjë gocë tjetër? Përveç si çfarë vetëm Ina që ishte Ina dhe Stelina janë on top aty. Stelina ishin të mbajtura and everything. Po. Këto. Edhe ky ka dalë një herë në prapasken që po thoshte të dalë një takim me Inën, po nuk. I don't remember this. A kam dalë vërtet? Po. Seriozisht? E ke thënë vetë te kamera do të dalë me Inën. Domethënë, nga këto të dyja do zgjidhje Inën për të dalë në takim. Back then, po, atëherë. Jo, unë do zgjidhja Danjen, se edhe ajo është me origjinë siriane. Danja është vajzë fantastike. Po. Është vajzë fantastike. Unë mendoj se do bënim shumë. Edhe është shumë e bukur live se në Kam qenë. Amin ti duhet ta kesh parë. Po se unë punoj aty edhe kam takuar shumë herë për që ka pas përputhjen. Tani, kush prej jush është më shumë romantik? Aty në përputhjen? Ore nga ju të dy. Në përgjithësisht. Po pra, se iku përputhjen, unë mbyll përputhjen tani. Si ishte pyetja? Jemi në vibe me Klea Kica këtu. Okej, si ishte pyetja? Kush nga ju të dy është më romantik? Eliusi. Po ti? Pse e thua të përgjigje aq kështu pa e menduar? Jam kurioz. Po ky është shumë romantik. E di, e kam ka shumë experiences sa unë. Kemi mënyra të ndryshme për çfarë gjesti I bën më shpesh ti, një gest romantik? Dhuron lule? Actually lule nuk është se kam dhuruar edhe shumë. Do jem real. Lule nuk është se kam dhuruar. Ç'a dhuron? Çfarë dhuron? O me je fol. Se s'po më shkon në mendje. Po ç'a jep dhurat? Ç'a ke dhurat? Ç'a kam bërë dhurata? Roba. Paklete. Okej. I don't know. Dëgjoj, gjest romantik nuk është vetëm të dhurosh. Po, I know. Cili është gjesti yt romantik që bën më shpesh me që u cilësove si je më shumë romantik se Abi? I like holding hands, më pëlqen të mbaj duart. Ajo është fun për mua. Si ti mbash duart? Ti kap duarën gocës. Kështu. Po. Vetëm kështu. Ose kështu. Na, shik. Tjetër? Physical touch. Physical touch në përgjithësi. Nuk më vjen në një gjë specifike. Edhe unë physical touch më pëlqen shumë. Tjetër? Physical touch edhe Qa ka që më them, nuk kam gjë tjetër. Lule dhurante? Unë pa. Çdo për shembull takim të parë, gjithmonë do të ketë lule. Shkon me tuf lule apo me trëndafil? Me një trëndafil, pastaj Po mos sa trëndafila do më sillen nëse do ishte takimi jonë I parë.
Gjithmonë një. Një? Po. Ta kemi parë dhe ti do më shumë se një të ndafil. Një? Po fare. Ta kemi parë një të ndafil, ta kemi 2-2, ta kemi 3-3. Derisa të bëhet. Po gjest yt romantik, çfarë do të bëjmë një gjest romantik nëse do ishim takim të parë bashkë? Po prit se duhet nuk mund ta them pa të njohur. I have to Po takimi i parë prandaj ndodh për të njohur. Po çfarë do dalim direkt në takim pa. Jo, ne besojmë një gjë tjetër Ashley. Do të ketë një stalking stage në Instagram. Po. Nuk mund të dalim kështu pa njohur fare. Kuptoj. Talking stage prandaj ekziston që ti ta njohësh në fillim, pastaj të dish çfarë të bësh në takimin të parë. Tani kam disa pyetje për Heliosin. Patjetër. Mershëm. Ti të njohin si portier. Aha. Në futboll duhet të presësh topat. Po. Në përputhjen çfarë duhet të prisje më shumë? Dashuri apo ndonjë sulm? Përputhjeni ishte si një lojë kalçetoje, që nuk ishte futbollist të mirë. Nuk ishin lojtar të mirë. Do të shkoje, paguaje lekët e fushës, edhe thjesht qofse doje të merri një gjë seriozisht. Po ti s'kape asnjë top. Ti kape ndonjë top? Po, pastaj biku. E mori tjetri. Më mirë mos kapësh fare se ata kapësh dhe ta marrë tjetri. Po pak të provova. Po çdo. Ke la fare lojën. Si do të thotë që si e jaf në momentin që ta merr dikush. Si mund ti Helios? Po. Edhe unë atë them. Më mirë të mos ta kesh fare se ta marrë tjetri. Okej. Ti e di shumë. Si u ndjeve kur ta marrë? Kur më morën, po, jo, unë e dija që ishte programi kaq mbaroi për ne, se ne dinim shumë mirë që s'do dilim me asnjë tjetër nga këto që kishin ardhur, veç po prisim goca treja që do futeshin. Po ne zgjodhëm që të dilnim para se sa të vazhdonim se kishim edhe shkollën, kishim edhe gjëra të tjera, punën, duhet të vazhdonim një gjë, nuk kishim fokusin gjithkohës në përputhje. Helios, në fushë ka një rol të qartë. Në televizion sa vështirë ishte të mos dije se çfarë do ndodhte më pas? Shumë e vështirë. Sidomos kur je në një format si përputhjeni që ke aq shumë personalitete të ndryshme, ti nuk e di se ç'a do ndodhi orën tjetër, jo më se ç'a do ndodhi për shembull episodin tjetër. Po çdo skalet që ishte aty ditë për ditë ishte kështu si surprizë për ne. Po diçka ndryshe. Kemi pas reagime gjithmonë të sinqerta sepse ishim me vërtetë. Një herë i thanë këtit me hëngër, si quhen ato? Që i hëngër ti? Ato midhjet. Po. Ishin kështu, zonja deti quheshin ato. Unë s'kam vënë kurrë in my life ushqime nga deti. Kjo ishte për të vjellë gjithë emisione. Ke pasur pretensione me Katerinën? Po. Çfarë ndodhi realisht mes jush? Të them të drejtën, me Katerinën, jashtë, në mbrapa skena, ishte më shumë si zënka shoqëror me të qeshur. Ke parasysh nuk ishte gjë serioze, pavarësisht se në ekran u bë pak e madhe. Thjesht lafe që hidheshin kunja që pastaj kur dilnim mbrapa kamerave qeshnim me ato edhe s'ka patë një gjë serioze. Po që edhe ajo po tallesh. Jo skenar, po edhe ishim të vërteta, edhe në ekran nuk ke patur tensione. Të dyja, ndonjëherë tallet me ne, ndonjëherë bën të shaka me ne. Është shumë njeri si ta them që thjesht është annoying. Ajo ishte annoying. Ishte natyra e Katerinës dhe natyra e formatit që përputhej. Por raporti me Aleksandrën. Aleksandra goca mirë. Ajo bëri zgjedhjet që donte, nuk kemi gjak të keq midis. Olus, thuj të vërtetën tani me që kam marru. A doje ti të më merri Aleksandrën atëherë kur donim? Jo, por doja që ta shifja se ç'a do mendoje ti. Po si ç'a do mendoja o, s'do të flas më ever. Tani? Jo, atëherë. Që të mora Aleksandrën. Tani si është problemi, ta kuptojmë pak të gjithë.
Ti ke dalë me Aleksandrën. Po. Heliusi ka dashur të marr Aleksandrën. Jo, ne kemi dalë me Aleksandrën të dy bashk. Ja ta shpjegoj. Pse mos ishte me Heliusin pa me ty? Ja ta shpjegojnë. Ajo më zrodhi mu, po kur ne ikëm te takimi, ky provojnë, u mendoj unë që ky provoi të fliste me atë më shumë se sa unë, po më nxirrte pak a shumë nga takimi. Po kjo është aftësia e tij? Po Kështu tha dhe Megi, by the way. Okej, unë jam dakord. Pa asnjë arsye. As duhet ti si shoku im për shembull mos të kesh respekt. Ky vajti për të bler një pije, edhe unë thjesht për ta mbajtur shoqëri Aleksandrën i bëra muhabet. Edhe ky u bë xheloz se e pa që po na arrit të muhabeti dhe erdhi në studio e pa pastaj më se nuk e kishte parë, e pa muhabetin edhe fillovi të prekeshin telat. Edhe i thanë dhe ato që nëse ta merr është aftësia e tij. Unë i thash, unë nuk kisha arsye, nuk kisha qëllim t'ja merrja. Po ti doja kishe marrë nëse do kishe mundësi. Jo, unë nuk e kisha qef Aleksandra like that. Po nëse do kishe qef. Nëse do kisha qef, po nëse unë të mora një do i thoja Abdus edhe pastaj do ishte zgjedhja e asaj. Edhe në emision u bë ky diskutimi që do zgjidh ajo dhe ne të dy në të njëjtin konsensus ram që zgjedhja është Aleksandrës. Këdo që do zgjidh ajo, që do të zgjidhte nëse ne do ishim në luftë për Aleksandrën, do ishte okay me ne të dy. Po, ne do respektonim zgjidhjen e asaj. Ishte her choice. Po ti je bërë pak xheloz. Po xheloz do bëhem unë se është takimi im, e ke pasur nuk kam ça them, se unë për shembull i ka aty takimi, i ka të bleja një pije, erdha prap, pash ato të fol shumë mirë, ishin të bë shumë mirë muhabet edhe thash që është një gjë weird, ose mendoja atëherë që ishte weird, po pastaj më shpjegoi Eliusi që edhe aty te emisioni që unë nuk po bëja ndonjë gjë, thjesht po mbaja çik muhabetin se s'do rri kot, edhe thash okay pastaj, po xheloz do bëhem unë se është takimi im edhe ti ke dal bashkë me mua sa për support. A ishte xhelozia apo ishte insecurity? Ja, nuk mendoj se kam insecurity. Si mendon ti Klea? Me sa po kuptoj unë jeni tipe shumë të kundërta. Edhe po rrik shumë. Ti aça jeti, ai është më i drejtë për drejtë, nuk e kuptoj, ndërsa ti je shumë i poshtër. Abi. Unë jam shumë i poshtër? Okej. Është italianisht i poshtër. Një pyetje për ju të dy. Ne jemi dy të poshtër. Një pyetje për ju të dy. Po. Bjonda apo Bruna? Bruna. Unë recently i kam thënë dhe njerëzve me të cilët të ri, më duket se kam konsoliduar tipin mbas shumë vitesh që nuk e kisha një tip. Jam duke bërë po anohem më shumë nga bjondet. Pse? Nuk e di pse. Të pëlqejnë më shumë bjondet? Edhe të gjata. Goca të gjata. Nuk e di pse po filloj ta anohem andaj. Ti? Po edhe mua më pëlqejnë gjata, brune, me edhe kështu skinny. Duhet jetë skinny. Cili për ju ishte më impulsiv në program? Atëherë kur ziheshim me Ibrahimin. By far kam qenë unë. Më impulsiv. Po. By far kam qenë unë. Ishte shumë nga personazhet atje që ishin mainly çunat, i kisha si hala në sy. Edhe kalonin orë të tëra. Këte i kishin inat. Që i dëgjoja që flisnin edhe thjesht më irritonin. Pse e kishin inat? Ato kishin qef? Po se nuk është se kishin qef të, thjesht unë isha ai që ziheshte më shumë. E vokalizoja atë papëlqësinë që kishin për ato edhe of course s'do më kishin qef. Kështu që se unë e dija që po fola unë do thjesht do ngecja dhe nuk kam fol fare. Tani unë kam disa pyetje të shpejta që do përgjigjen një shpejt të dy. Patjetër. Kush është më? Pika. Më? Prit tani. Kush bie më shpejt në dashuri? Abi. Po unë. Kush është më xheloz? Abi. Heliosi. Jo, nuk jam xheloz fare. Kush i shkruan i pari pas një debati? Unë. Abi. Kush fal më shpejt? Unë. Papa. Kush gënjen më keq? Abi. Abi tha për vetë. Po gënjeja.
Kush e ka më të vështirë të thotë më pëlqen? Eliusi. Jo, unë me them sa dhe fare, nuk kam frikë. Do më thonë Abi. Po. Kush do ta kthente një ish? Unë. Ke aq aftësi? Të kthejë një ish? Të kthehet ajo tek unë? Thash se the të kthehem unë te ajo? Jo. Të kthej, jo, unë jo, Eliusi. Në këtë rast unë. Po. Pse? Nëse ishte e kundërta të kthehem unë te ajo, unë direkte. Po. Ti nuk kthehesh. Është thjesht po dinamika po. Dinamika që kam. Po unë mendoj se gjithmonë duhet të kthehesh te ishi. Ato që kanë isha që po na shohin ktheuni se po humbni kohën duke kërkuar për një tjetër. Kurse unë them të kundërt, të shihni vlerën që keni tuajën edhe mos i ndiqni asnjë person. Wallahi duhet të ktheheni, wallahi. Je dakord me mua? Patjetër. Po jo jeni kështu old school, duhet të ktheheni gjithmonë aty. No. Aty ku ishit rehat, aty duhet të ktheheni, nuk duhet të keni gjeni një tjetër apo nga fillimi. Po përderisa ke ik, ti nuk e qenë rehat. Sa do thoja. Po se kjo varet gjithmonë varet se cili si ka përfunduar mohabeti. Kush do të martohet më shpejt? Unë do të fëmijë by 23. Kur të mbush 23 vjeç unë do të kem fëmijë. Interesant, a? Po kur të ai 18 ti do jesh. Unë nuk do jem i mbushur me thinja. Unë mendoj, unë nuk dua të bëj fëmijë fare. Pse? Sepse thjesht mendoj që unë po nuk plotsova jetën time, nuk dua të kem fëmijë që të marrin jetën e atyre pastaj. Këta njerëzit që mendojnë kështu thjesht mendojnë shumë too little about their life edhe për jetën e tyre se mendojnë jo, thjesht unë mendoj që unë akoma një sekond. Për veten e tyre mendojnë që janë të paaftë nëse kanë fëmijë. Jo, unë mendoj se unë dua fëmijën time të jetoj jetën sa më të bukur. Edhe unë po nuk plotsova jetën time nga aspekti ekonomik, nga aspekti emocional, nga aspekti... Do të ti po më thua që ti aq i paaftë sa që ti ke nevojë për 15 vjet të tjera për ta mbushur jetën tënde. Jo, duhet të jap dorën këtij. Këtu ka të drejtë. Domethënë, fëmia nuk është hajtë s'kemi që të bëjmë fëmijë, s'kemi që të bëjmë fëmijë. Fëmia do të ushqehet, do t'i përmbushen kriteret, duhet shkollu, duhet të gjitha këta. Por që të jesh 23 vjeç të bësh babazhja më e bukur, sepse Zoti e ka dhënë që të krijosh familje, të krijosh fëmijë. Edhe të kesh një familje të madhe dhe të mbushur plot dashuri, nëse ti jaf 23 vjeç që të krijosh disa 2-3 kushte që ja përmbush fëmijës, është ja më e bukur dhe shpresoj që ta arrish. Dhe pyetja e fundit është kush thot nuk dua lidhje dhe 2 javë më vonë është në lidhje. Unë. Po to bëj pyetje shumë. Kush i bën femrat për vete më shpejt? Eliusi. Shifte, kjo është shumë pyetje që po u përgjigje duket shumë arrogante, po nëse do përgjigjeshim për njëri tjetrin, Abi thot për mua, kurse unë them Abi nuk e bën atë aq shpesh. Kështu që pse? Kush e bën femrat për vete? Po pra, po nuk mund të them po i bëj unë, se është po ti ke rizmo për, unë s'kam. Ti di çfarë po bën, unë s'di. Sa i gatshëm je ti për gjërat që do vinë në jetë? Në jetë. Jam shumë gati për çdo gjë që vjen edhe jam okay me çdo gjë që do ndodhi në jetën time. Dashuri apo karrierë? Karrierë. Dashuri. Xhelozi apo indiferencë? Indiferencë. Oh. Takim romantik apo natë me shokët? Natë me shokët. Nuk e përgjigjem dot. Takim romantik pra ti? Hajde, takim. Po s'dil më me Olës. Instagram apo TikTok? Instagram. TikTok. Vajzë qetë apo me karakter të fortë? E qetë. Lidhje serioze apo single? Single. Zemra apo logjika? Logjika. Jo. Zemra me logjik. Do të ktheheshit përsëri në përputhjen po jo? Po. Vetëm nëse do kishte dyshime drastike. Si për shembull? Për shembull që të largohej nga ky formati që ka patur
edhe të bëhet pak më i modernizuar si këto që janë jo po 20v1s ose blind dating, to që janë pak më moderne. Unë për shembull do futesh në Love Island po. Pse? Se më pëlqen si format, është shumë e bukur. Direkte, po më morën Love Island. Për një gjithkohës aty. Po. Edhe humb lek shoh se bën një gjë intimate. Edhe intime. Do ishte humb lek ty? Jo, nuk do ishte humb, se s'do bëj asgjë gjë. Do merre gjithë lekë. Ky do zinte vend atje kot për në Mëngjes apo nat? Mëngjes. Nat. Pse nat? Se unë vlejnë 5, zhojmë 12. Më pëlqen nata. Det apo mal? Det. Kafe apo çaj? Çaj. Neither për mua. I don't like. Bruna apo bjonda? Bjonda. Bruna. Kokë zezë apo gështenj? Qa është gështenj? Brown, basically. Si që kam unë. Brown. Veriora apo jugora? Jugora. Do ju vras! Se e pam të dy. Se e dhja që të thoshtë Qa jugore këta? Veriora atyre. Kur të flasi ajo skamos, qa i do një ferma të qita, ferma me karakter të fort, E gjua të shpirë, korçare o i të fare? Korçare do të. Atëherë me që jemi të jugore, se na shbugoja veriora, nga cili vendi jugut i doni? Sa më jug të jetë. Ku? Koni spot. Ku? Po... Princa, unë nuk e di hartën tani shumë mirë, mëndim aty. Ha jepi, ke Vlorë, ke Sarand, Jo, me gjog. Nga Vlora, Sarand, Fier. Aty. Juve? Unë e du nga jug Lindja, nga Korç, Berat, Pogadec. Quna? Sa super. Quna, falenderoj shumë që ishit pjesë e shkëtë live, ju uroj shumë suksese dhe vazhdoni, mos ndaloni për asgjë, mos mendoni për paragjykime dhe për asgjë tjetër. Dashuroni sepse të dashurosh është gjë më e bukur, pavarësisht moshës. We love love. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.